Çfarë ishte lumi që rrillte nga tempulli i Zotit dhe pse jepte jetë gjithë krijimit? Ezekieli pa diçka që askush tjetër nuk e kishte parë, një lum që rrillte poshtë tempullit. Ai filloi si një pikë e vogël, por me çdo hap bëi më i thellë, nga kyçet, gjuri, beli, pastaj shumë i thellë për të kaluar. Kudo që rrillte, gjithçka lulëzonte, vendet e vdekura u gjallëruan, pemet rreshtoheshin në brigje duke dhënë fruta çdo muaj, dhe gjethet e tyre shërbenin për shërim. Ky nuk ishte thjesht një vegim, ishte një profeci, sepse nga prania e Zotit fillon jeta. Ajo që fillon si diçka e vogël bëhet e pandalshme, dhe ajo që është e thatë bëhet e re. Lumi i referohej Jezusit, shpirti i tij që rrillte si ujë i gjallë përmes popullit të tij. Nëse beson se lumi i tij sjell ende jetë sot, shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.